Data 16 gusht 1 Samuelit, kapitulli 7. Atëherë njerëzit e Kirjath Jearimit erdhën, e quan lart arkën e Zotit dhe vendosën në shtëpinë e Abinadadit në Kodër, dhe shenjtëruan të birin Eleazarin që të ruante arkën e Zotit. Shumë kohë kishte kaluar nga dita që arka ishte vendosur në Kirjath Jearim. Kishin kaluar 20 vjet dhe tërë shtëpia e Izraelit janë kohë e Zotit. Atëherë Samueli i foli tërë shtëpisë e Izraelit duke thënë: në rast se ktheheni tek Zoti me gjithë zemër, hiqni nga gjiri juaj perënditë e huaja dhe ashtarothët dhe mbani zemrën tuaj tek Zoti dhe i shërbeni vetëm atij. Atëherë ai do t'ju çlirojë nga duart e filisteve. Kështu bijtë e Izraelit hoqën me një anë balët dhe ashtarothët dhe i shërbyen vetëm Zotit. Pastaj Samueli tha: mblidhni tërë Izraeli në Micpah dhe unë do t'i lutem Zotit për ju. Kështu ata u mblodhën në Micpah, morën ujë dhe e derdhen përpara Zotit, pastaj po atë ditë agjëruan dhe atje thanë: kemi mëkatuar kundër Zotit. Samueli i gjykoi bijtë e Izraelit në Micpah. Kur filistejt mësuan që bijtë e Izraelit ishin mbledhur në Micpah, princat e filistejve u nisën kundër Izraelit. Kur bijtë e Izraelit dëgjuan këtë, patën frikë nga filistejt. Atëherë bijtë e Izraelit i thanë Samuelit: mos e ndërprek lidhmën tënde për ne tek Zoti, që ai të na shpëtojë nga duart e filistejve. Kështu Samueli mori një shenjë pirës dhe ofroi tërësisht si holokaust Zotit. Samueli i thirri Zotit për Izraelin dhe Zoti ia plotësoi kërkesën. Ndërsa Samueli ofronte holokaustin, filistejt u afruan për të sulmuar Izraelin. Por Zoti bubulloi me buqim të madhe kundër filistejve dhe i ngataroi deri në atë pikë sa u mundën para Izraelit. Njerëzit e Izraelit dolën nga Micpahu, i ndoqën filistejt dhe i mundën deri poshtë Bethkarit. Atëherë Samueli mori një gur, e ngriti midis Micpahut dhe shenit dhe e quajti Ebenezer, duke thënë: deri këtu Zoti na ka ndihmuar. Kështu filistejt u poshtruan dhe nuk u kthyen më të shkelin territorin e Izraelit, dhe dora e Zotit u ngrit kundër filistejve gjatë gjithë kohës së Samuelit. Edhe qytetet që filistejt i kishin marrë Izraelit ju kthyen Izraelit, nga Ekronit deri në Gath. Izraeli çliroi territorin e tij nga duart e filistejve, dhe u vendos paqja midis Izraelit dhe Amorejve. Samueli që gjykatësi i Izraelit gjatë gjithë jetës së tij. Çdo vit ai binte për qark Bethelit, Gilgalit dhe Micpahut dhe ushtronte funksionin e gjyqtarit të Izraelit mbi tërë këto vende. Pastaj kthehej në Rama, sepse aty ishte shtëpia e tij. Aty e gjykonte Izraelin dhe po aty ngriti një altar për Zotin. 1 Samuelit, kapitulli 8. Kur Samueli u plak, emëroi bijtë e tij si gjyqtar të Izraelit. I paralindëri i tij quhej Joel dhe i dyti Abiah. Ata ushtronin funksionin e gjyqtarit në Bersheba. Por bijtë e tij nuk ndoqën shembullin e tij. U larguan nga rruga e drejtë duke siguruar fitime të palejueshme, pranuan dhurata dhe e prishnin drejtësinë. Atëherë tërë pleqtë e Izraelit u mblodhën, erdhën te Samueli në Rama dhe i thanë: ja ti tani je plakur dhe bijtë tu nuk ndjekin gjurmët e tua. Prandaj cakto mbi ne një mbret që të na qeveris ashtu siç ndodh në të gjitha kombet. Por kjo nuk i pëlqeu Samuelit, sepse ata kishin thënë: na jep një mbret që të na qeveris. Prandaj Samueli ju lut Zotit. Dhe Zoti i tha Samuelit: dëgjo zërin e popullit për të gjithë ato që të thotë, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por më kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta. Sillen me ty ashtu siç kanë bërë gjithnjë që nga dita që i nxora nga Egjipti e deri më sot. Më kanë braktisur për të shërbyer perëndive të tjera. Tani pra dëgjo kërkesën e tyre, por lajmëroj solemnisht dhe shpallu të drejtat e mbretit që do të sundojë mbi ta. Kështu Samueli tregoi tërë fjalët e Zotit drejtuar popullit që i kërkonte një mbret dhe tha: këto do të jenë të drejtat e mbretit që do të mbretërojë mbi ju. Ai do t'i marrë bijtë tuaj dhe do t'i caktojë në qerret e tij me qëllim që të bëhen kalorës të tij dhe të vrapojnë përpara qerreve. Për t'i bërë ata kapetan të misheve dhe të 50-sheve, për t'i vënë ata t'i lërojnë arat, t'i korrin të lashtat, t'i përdhojnë armë lufte dhe vegla për qerret e tij. Do të marrë bijat tuaja për t'i bërë parfumiere, gjellëbërse dhe furtare. Do të marrë arat tuaja, vreshtat dhe ullishtat tuaja, më të mira që keni për t'u dhënë unukëve dhe shërbëtorëve të tij. Do të marrë të 10 e farërave dhe të vreshtave tuaj për t'u dhënë unukëve dhe shërbëtorëve të tij. Do të marrë shërbëtorët të rinë tuaj më të mirë dhe gomere që keni për t'i përdorur në punimet e tij. Do të marrë edhe të 10 e kopeve tuaja dhe ju do të jeni sklevërit e tij. Atë ditë ju do të ulërini për shkak të mbretit që keni për vete, por Zoti nuk do t'ju përgjigjet.
Megjithatë populli nuk deshi të dëgjojë fjalët e Samuelit dhe tha: "Jo, do të kemi një mbret mbi ne. Kështu do të jemi edhe ne si gjithë kombet. Mbreti ynë do të na qeverisë dhe do të na dalë në krye dhe do të luftojë në betejat tona." Samueli dëgjoi tërë fjalët e popullit dhe ja tregoi Zotit. Zoti i tha Samuelit: "Dëgjoje kërkesën e tyre dhe cakto një mbret mbi ta." Atëherë Samueli u tha njerëzve të Izraelit, secili të kthehet në qytetin e tij. Romakëve, kapitulli 6. Ç'të themi pra? Ato mbetemi në mëkat që të shtohet hiri? Kur mos qoftë. Ne që jemi të vdekur ndaj mëkatit, si do të jetojmë ende në të? A nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij? U varrosëm pra me të me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne të ecim në risinë e jetës. Sepse nëse jemi bërë një me Krishtin në një vdekje të njëjtë me të tij, do të jemi një edhe në ringjalljen e tij. Duke ditur këtë, se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi mëkatit të shfuqizohet që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. Sepse ai që ka vdekur është shfaqsuar nga mëkati. Por nëse vdiqem me Krishtin, ne besojmë që edhe do të jetojmë me të, duke ditur se Krishti që u ringjall prej së vdekurish nuk vdes më, vdekja nuk zotëron më mbi të. Sepse në ato që vdiq për mëkatin një herë për gjithmonë, por në ato që jeton për Perëndin. Kështu edhe ju, llogariteni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin në Krishtin Jezus, Zotin ton. Le të mos mbretëroj pra mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta. As mos ja paraqitni gjymtyrët tuaja mëkatit si mjete padrejtësie, por i paraqisni veten tuaj Perëndis si të gjallë prej së vdekurish dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie Perëndis. Sepse mëkati nuk do të zotëroj më mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir. Atëherë çfarë? Të mëkatojmë sepse nuk jemi nën ligj, por nën hir? Kur mos qoftë. A nuk e dini se nëse e paraqitni veten tuaj shërbëtor të atij që i bindeni, jeni shërbëtor të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë bindjes për drejtësi? Por qoftë falendëruar Perëndia, sepse ishit shërbëtor të mëkatit, por ju bindet me zemër formës së mësimit që ju është dhënë. Dhe mbasi u çliruat nga mëkati, u bët shërbëtor të drejtësisë. Unë po flas njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj, sepse ashtu si i paraqitet gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të papastërtisë dhe të paudhësisë për të bërë paudhësinë, kështu tani paraqiteni gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të drejtësisë për shenjtërim. Sepse kur ishit shërbëtor të mëkatit, ishit të lirë ndaj drejtësisë. Dhe ç'fryt kishit pra atëherë nga ato gjëra për të cilat tani keni turp? Sepse fundi i tyre është vdekja. Por tani, pasi u çliruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të Perëndis, keni frytin tuaj që çon në shenjtërim dhe për fund jetën e përjetshme. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton. Jeremia, kapitulli 44. Fjala që ju drejtua Jeremias lidhur me gjithë judejt që banonin në vendin e Egjiptit, që banonin në Migdol, në Tahpanhes, në Nof dhe në vendin e Pathrosit, duke thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, ju keni parë gjithë të keqen që i solla Jeruzalemit dhe tërë qyteteve të Judës. Ja sot janë një shkreti dhe askush nuk banon në to për shkak të ligësisë që kanë kryer, duke provokuar zemërimin tim, duke shkuar të djegin të mjanë dhe të shërbejnë perëndive të tjera që as ata, as etëri tuaj nuk kishin njohur kurrë. Megjithatë, unë ju kam dërguar tërë shërbëtorët e mi, profetët, me urgjencë e këmbgulje për të thënë: "Oh, mos bëni këtë gjë të neveritshme që unë e urrej." Por ata nuk dëgjuan as i vunë veshin që të tërhiqej nga ligësia e tyre dhe të heqin dorë së djegurit e mjanë perëndive të tjera. Prandaj tërbimi im, zemërimi im u derdhen dhe u përhapën në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit që janë bërë të shkreta dhe të braktisura, ashtu siç janë edhe sot. Por tani kështu thot Zoti, Perëndia e ushtrive, Perëndia e Izraelit: Pse kryeni këtë të keqe të madhe kundër vetes suaj, duke shkaktuar shfarosën tuaj në mes të Judës, burra dhe gra, fëmijë dhe foshnja,
kështu që të mos ngelet për jush asnjë mbetje? Pse provokoni zemrimin tim me veprën e duarve tuaja duke djegur temjan perëndive të tjerë në vendin e Egjiptit, ku keni ardhur të banoni? Kështu do të shfarosini dhe do të bëheni një mallkim dhe një turp për të gjitha kombet e dheut. A keni harruar vallë ligësinë e etërve tuaj, ligësitë e mbretërve të Judës, ligësitë e bashkëshorteve të tyre, ligësitë tuaja dhe ligësitë e kryera nga bashkëshortet tuaja në vendin e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit? Deri më sot nuk janë penduar, as kanë patur frikë, as kanë ecur sipas ligjit tim dhe statuteve të mia, që unë kam vënë para jush dhe etërve tuaj. Prandaj kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: ja unë e kthej fytyrën time kundër jush për të keqen tuaj dhe për të shkatruar tër Judën. Do të marr pjesën që ka mbetur nga Juda që nguli këmbë të vinte në vendin e Egjiptit për të banuar atje, ata do të konsumohen të gjithë dhe do të bien në vendin e Egjiptit. Do të konsumohen nga shpata dhe nga uria, nga më i vogli deri te më i madhi, do të vdesin nga shpata dhe nga uria dhe do të bëhen objekt nëme, habie, mallkimi dhe turpi. Do të dënoj ata që banojnë në vendin e Egjiptit, ashtu si dënova Jeruzalemin me shpatën, me urinë dhe me murtajen. Nuk do të shpëtoj, as do të shmanget nga rreziku askush nga mbetja e Judës që ka ardhur për të banuar në vendin e Egjiptit, për të kthyer pastaj në vendin e Judës, ku ata dëshirojnë fort të kthehen për të banuar, por ata nuk do të kthehen me përjashtim të disa të shpëtuarve. Atëherë tër burrat që dinin se bashkëshortet e tyre u digjnin temjan perëndive të tjera dhe tër gratë e pranishme, një turm e madhe dhe tër populli që banonte në vendin e Egjiptit, në Pathros ju përgjigjej Jeremias duke thënë: sa për fjalën që na ke thënë në emër të Zotit nuk do të dëgjojmë, por kemi ndërmend të bëjmë atë që ka dalë nga goja jon, duke i djegur temjan mbretëreshes e qiellit dhe duke derdhur libacione siç kemi bërë ne dhe etrit tan, mbretërit tan dhe princat tan në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit, sepse atëherë kishim bukë me shumicë, ishim mirë dhe nuk shikonim asnjë fatkeqësi. Por që kur ne djegim me temjan për mbretëreshën e qiellit, nuk derdhi më libacione për të, na mungon çdo gjë dhe jemi konsumuar nga shpata dhe uria. Gratë shtuan, kur djegim temjan për mbretëreshën e qiellit dhe i derdhim libacione, vallë është pa pëlqimin e burrave që i përgatisim ëmbëlsira me fytyrën e saj dhe i derdhim libacione? Atëherë Jeremia i foli tër popullit, burrave, grave dhe gjithë njerëzve që ishin përgjigjur në atë mënyrë dhe tha: a nuk u kujtua vallë Zoti dhe nuk i erdhi ndërmend temjani që keni djegur në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit, ju, etrit tuaj, mbretërit tuaj, princat tuaj dhe populli i vendit? Zoti nuk mund ta durojë më për shkak të ligësisë e veprimeve tuaja dhe të gjërave të neveritshme që keni kryer. Prandaj vendi juaj është shkretuar, është bërë një objekt habie, një mallkim dhe s'ka asnjë banor siç është ende sot. Sepse ju keni djegur temjan dhe sepse keni mëkatuar kundër Zotit dhe nuk keni dëgjuar zërin e Zotit dhe nuk keni ecur sipas ligjit të tij, statuteve të tij dhe porosive të tij, prandaj ju ra kjo fatkeqësi siç shihet sot. Pastaj Jeremia i tha tër popullit dhe tër grave: dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë nga Juda që ndodheni në vendin e Egjiptit. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: ju dhe bashkëshortet tuaja e keni thënë me gojen tuaj dhe e keni kryer me duart tuaja duke thënë: ne duam të mbajmë betimet që kemi bërë duke djegur temjan për mbretëreshën e qiellit dhe duke i derdhur libacione. Po, ju me siguri do të mbani betimet tuaja dhe do t'i përmbushni betimet tuaja. Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë nga Juda që banoni në vendin e Egjiptit. Ja unë jam betuar për emrin tim të madh, thot Zoti, që në gjithë vendin e Egjiptit emri im nuk do të përmendet nga goja e asnjë njeriu nga Juda që të thot Zoti, Zoti ron. Ja, unë i kam kujdes ata për të keqen e tyre dhe jo për të mirën e tyre, dhe tër njerëzit e Judës që ndodhen në vendin e Egjiptit do të vdesin nga shpata dhe nga uria deri në shkatërimin e plotë të tyre. Megjithatë, një numër i vogël të shpëtuarish nga shpata do të kthehet nga vendi i Egjiptit në vendin e Judës. Kështu gjithë ata që kanë mbetur nga Juda, që kanë ardhur në vendin e Egjiptit për të banuar, do të mësojnë cila fjalë do të plotësohet, e imja apo ajo e tyrja. Dhe kjo do të jetë për ju shenja, thot Zoti, që unë do t'ju ndërshkoj në këtë vend në mënyrë që të dini se fjalët e mia kundër jush do të plotësohen me të vërtetë për fatin tuaj të keq. Kështu thot Zoti: ja, unë do ta jap faraonin Hofra, mbretin e Egjiptit, në dorë të armiqve të tij, në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tij, ashtu siç e dhash Sedekia mbretin e Judës në dorë të Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë, që kërkonte jetën e tij. Psalmi 20. Zoti të dhënë përgjigje ditën e fatkeqësisë. Emri Perëndisë të Jakobit të mbroft me siguri i lartë.
të dërgoft ndihmë nga shenjtërorja dhe të dhënë përkrahje nga Sioni. Mos i harroft të gjitha ofertat e tua dhe pranoft holokaustin tënd. Të dhëndat që zemra jote dëshiron dhe plotësoft të gjitha planet e tua. Ne do të këndojmë tërgaz në çlirimin tënd dhe do të lartojmë flamurët tanë në emër të Perëndisë tonë. Zoti plotësoft të gjitha kërkesat e tua. Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e tij. Do t'i përgjigjet nga qielli i tij i shenjtë me forcën shpëtimtare të dorës së tij të djathtë. Disa kanë besim të qerret dhe të tjerë të kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit Perëndisë tonë. Ata u përkulen dhe ranë, por ne u ngritëm përsëri dhe mbahemi në këmbë. Shpëtojmë o Zot, mbreti le të na përgjigjet ditën në të cilën do të këllfasim. Psalmi 21. O Zot, mbreti do të gëzohet në forcën tënde dhe do të ngazëllojë për shpëtimin tënd. Ti ja plotësove dëshirën e zemrës së tij dhe nuk hodhe poshtë kërkesën e buzëve të tij. Sepse ti dole para me bekim e begatije, i vure mbi kokë një kuror prej ari shumë të kulluar. Ai të kishte kërkuar jetë dhe ti dhe ditë të gjata në përjetësi. E madhe është lavdia e tij për shpëtimin tënd. Ti dhe e madhështi dhe lavdi, sepse ti e bën shumë të bekuar për jetë, e mbush me gëzim në praninë tënde. Duke qenë se mbreti ka besim te Zoti dhe në mirësinë e shumë të lartit, ai nuk do të hiqet kurrë. Dora jote do të arrijë tërë armiqtë e tu. Dora jote e djathtë do të veprojë kundër atyre që të urrejnë. Ti do t'i bësh një furrë të zjarrt kur do të dukesh i zemëruar. Në zemërimin e tij Zoti do t'i hedhë në humner dhe zjarri do t'i përpi. Ti do të zhdukësh frytet e tyre nga toka dhe pasardhësit e tyre midis bijve të njerëzve, sepse kanë kurdisur të keqen kundër teje dhe kanë përgatitur plane të këqija, por nuk do t'ja dalin. Sepse ti do të bësh që ata të kthejnë kurrizin dhe do të drejtosh shigjetat e harkut tënd kundër fytyrës së tyre. Qohu o Zot me forcën tënde, ne do të këndojmë dhe do të kremtojmë lëvdimet e fuqisë sate.